Detajet të reja janë zbardhur nga aksidenti tragjik i ndodhur mes natën e së mërkurës në fushë Prez, ku humbën jetën 4 të rinj. Viktimat, 2 vëllezërit Eneid Laçi, 25 vjeç, Eril Laçi, 20 vjeç, si dhe Enrique Kurti, 24 vjeç dhe Andi Laçi, 22 vjeç, janë të katërt me origjinë nga fshati Borizani, Fushkrujës. Të rinjt po ktheheshin nga aeroporti i Rinasit, pasi Erildi kishte ardhur nga Gjermania, kur u përplasën për vdekje në fushë Prez. Aksidenti fatal ndodhi kur makina e drejtuar nga 25 vjeçari Eneid Laçi u përplas me një betoniere që drejtohej nga 24 vjeçari me iniciale AK. Ka dyshime se shkak për aksidentin tragjik mund të jetë bërë shpejtësia tej normave të lejuara të mjetit Benz, me të cilin po lëviznin të rinjt, pasi në vendngjarje ekspertët nuk kanë hasur shenja frenimi. Si pasojë e përplasjes së fortë me betonieren, makina e pajisur me impiant benzin-gaz ka shpërthyer në flak dhe të rinjt janë djegur për sigjalli. Pas përplasjes, trupat e pajetë të 4 të rinjve janë nxjerrë të karbonizuar dhe janë transportuar në morgun e Tiranës. Familjarët e tyre, ende të tronditur nga humbja e madhe, nuk i kanë marrë ende trupat për shkak të procedurave të ekspertizës. Në fshatin Borizan të Fushkrujës ka pllakosur heshtja dhe zia, pasi kuja për 4 të rinjt e vdekur është më e fortë se çdo zhurmë tjetër.